Selin është shpallur fituese e Big Brother VIP Albania 5, duke kurorzuar një rrugtim të gjatë dhe emocional brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ajo u veçua gjatë gjithë sezonit si një konkurrente luftarake dhe e palëkundur, e cila nuk u dorëzua asnjëherë përballë sfidave të shumta. Selin u përball shpesh me debate dhe situata të forta brenda lojës, duke qenë shpesh në qendër të përplasjeve, sidomos me konkurrentët meshkuj. Pavarësisht gjithçkaje, ajo arriti të mbajë qëndrueshmëri dhe të shkojë deri në finale, si e vetmja vajzë mes finalistëve, duke e bërë edhe më të veçantë dhe simbolike fitoren e saj në këtë edicion. Pas një aventure që zgjati 120 ditë, rrugtimi i banorëve shkoi drejt fundit, me vetëm 4 finalistë që luftuan për çmimin e madh në finale: Mateo, Miri, Roger dhe Selin. Mbrëmja solli emocione të shumta e plot surpriza, të cilat ngërthyen para televizionit mbar publikun shqiptar.